Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Sot në orën 19 opozita pritet të zhvillojë protestën e 7 kundër qeverisë drejtuar nga Edi Rama. Partia Demokratike e Shqipërisë ka paralajmëruar një tubim me fjalime në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sali Berisha deklaron se protesta synon largimin e kryeministrit dhe denoncon situatën ekonomike në vend. Në Tiranë u bën përgatitjet e para për protestën e 7 opozitës, e cila do të mbahet në orën 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Partia Demokratike e Shqipërisë ka vendosur që tubimi të zhvillohet me skenë dhe fjalime, duke u rikthyer në formatin klasik të protestave politike. Në ora 19, qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë ngrihen në kryengritjen e tyre paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Ngrihen për të mbrojtur dinjitetin, nderin e çdo shqiptari ndaj një agresioni të rëndë të një organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, që më së fundi, duke hequr çdo maskë, përdori 83 mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme dhe të Lubi Ballukut. Në fokus të deklarimeve të opozitës ishte vendosur dhe situata ekonomike dhe rritja e çmimit të karburanteve, të cilën ata e lidhen me politikat fiskale dhe taksat në vend. Qytetarët shqiptar kanë sot 1001 motive për të dalë nga guacka e konformizmit dhe frikës, për të bashkuar me ne në kryengritjen tonë paqësore. Qëndrimi cinik i tij nga ndërshkimi i qytetarëve nga çmimi i naftës rëndon akoma më shumë pozicionin e tij. Kjo kryengritje është jetike, por një betejë të hapur në shesh me regjimin që përdor mandatet e tij si thika, si për të mbrojtur vjedhjet e tij. Kjo kryengritje është jetike. Protestat e opozitës kanë nisur që nga fundi i vitit kaluar dhe janë zhvilluar në seri me kërkesën kryesore për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe krijimin e një qeverie teknike. SPA kërkoi dënimin e 21 zyrtarëve me një total prej 52 vite burgim, nga të cilët 10 u kërkuan për ish drejtorin e autoritetit rrugor dhe ish drejtorin për eficiencën Erviz Berberi. Ish funksionari akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tendera, dhe si dënim u plotësues u kërkua dhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite, gjithashtu dhe sekuestrimi i pasurisë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPA, ka kërkuar dënimin me 10 vite heqje lirie për ish drejtuesin e autoritetit rrugor shqiptar Erviz Berberi. Prokurori i çështjes Dritan Prençi akuzoi Berberin për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe shkelje të paparazisë të pjesëmarrësve në tendera. Sipas organit të akuzës, nëse gjykata pranon kërkesën dhe i pandeuri përfiton nga gjykimi i shkurtuar, dënimi do të reduktohet në 6 vite e 8 muaj burgim. Gjithashtu është kërkuar që Berberit të ndalohet ushtrimi i funksioneve publike për një periudhë 5 vjeçare. Në këtë proces është i përfshirë edhe ish zyrtari Gentia Ngjyli, për të cilën prokuroria ka kërkuar 1 vit e 6 muaj burg vetëm për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Në total për 21 pandeuri të këtij hetimi, përfshirë edhe anëtarët e komisioneve të vlerësimit të ofertave, SPA ka kërkuar dënime që arrin deri në 50 vite burgim. Hetimi ndaj Berberit ka nisur në lidhje me shitjen e 2 kompanive në vitin 2018, ku dyshohet për transferime fiktive fondesh me qëllim përfitimi personal. Sipas SPA, ndonëse në dokumente figuronin si pronar të tjerë, përfshirë biznesmenin Walter Begaj dhe Erviz Lamin. Provat tregojnë se Berberi ushtronte kontroll real mbi aktivitetin e shoqërisë DAM SHPK, duke marrë vendime për financat, klientët dhe operacionet e saj. Ndërkohë, biznesmeni Begaj po gjykohet për një proces të ndarë sipas procedurës së zakonshme, ndërsa gjykata pritet të vendosë përfundimisht mbi fatin e të pandehurve në këtë çështje. Erion Veliaj ka depozituar kallëzim penal ndaj 2 emrave që sipas tij nuk ekzistojnë në regjistrat e gjendjes civile. Ai pretendon se dokumentet me këto firma kanë shërbyer si bazë për hetimin e nisur nga SPA. Veliaj kërkon hetim për falsifikim dhe identifikim të autorëve të vërtetë të kallëzimit ndaj tij.
Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka bërë kallëzim penal duke pretenduar se 2 persona që figurojnë si kallëzues në një dosje hetimore ndaj tij nuk ekzistojnë ligjërisht. Sipas tij, emrat Nesti Angoni dhe Nasta Pollumbi nuk rezultojnë në regjistrat zyrtar të gjendjes civile, pavarësisht se dokumentet mbajnë nënshkrime në emër të tyre. Në kallëzimin e dorëzuar, Veliaj pretendon se nuk bëhet fjalë për një denoncim anonim, po për një stimulim të qëllimshëm të identiteteve reale, me synim krijimin e një kallëzimi të besueshëm përpara organit akuzës. Ai argumenton se kjo praktik përbën jo vetëm falsifikim dokumentash, por edhe ndërhyrje në procesin e nisjes së ndjekjes penale. Sipas pretendimeve të tij, mbi bazën e këtyre dokumenteve janë ndërmarrë veprime hetimore me pasoja konkrete juridike, duke ngritur pikpyetje mbi standardin procedurial të ndjekur në rastin konkret. Veliaj shton se në dosje figuron edhe një tjetër identitet i ngjashëm, çka sipas tij forcon dyshimet për një model të përsëritur të kallëzimeve artificiale. Në kallëzim, kërkohet hapja e një procedimi penal për falsifikim dokumentash si dhe identifikimi i autorit real që qëndron pas këtyre materialeve. Ai kërkon gjithashtu verifikim të plotë të rrethanave që kanë çuar në nisjen e hetimeve ndaj tij nga SPAK. Deputetja socialiste Elisa Spiropali deklaron se po i kërkohet të heshtë ndaj kritikave për mënyrën e qeverisjes dhe drejtimit të Partisë Socialiste. Ajo thotë se në vend është krijuar një model ku institucionet nuk funksionojnë si hapësira vendimarrjeje. Sipas saj, ky sistem po ndikon negativisht edhe në jetën politike dhe shoqërore. Deputetja e Partisë Socialiste dhe ish ministrja e jashtme Elisa Spiropali ka bërë deklarata kritike ndaj mënyrës së funksionimit të institucioneve dhe drejtimit politik në vend, duke theksuar se është përballur me këshilla për të mos folur publikisht. Sipas saj, kjo qasje është ndruar në një politikë që synon të kufizojë zërat kritik brenda politikës. Po më këshillojnë të heshtë, me të njëjtën mënyrë që përdoret në këto raste, rri rahat, mos bëj zë, do të vërsulen, nuk ja del dot. E kuptoj këtë këshill, është praktike, madje edhe e mençur në një kuptim të ngushtë, mediokër, meskin, por është pikërisht kjo lloj mençurie që ka ndërtuar klimën ku ndodhemi sot. Ajo shton se në vend është instaluar një model ku institucionet nuk kanë hapësira për debat e vendimarrje dhe ku ligji interpretohet sipas nevojës dhe interesave të momentit. Problemi nuk është një individ, një konflikt, një votim në kuvend apo një keqkuptim brenda pushtetit. Problemi është një model që është instaluar gradualisht dhe që sot funksionon pothuajse pa pengesa. Një model ku institucionet nuk janë hapësira vendimarrje, por instrumente presioni, ku vendimet nuk merren bashkarisht, por veç ku ligji interpretohet sipas nevojës së momentit dhe jo sipas parimit vizionar. Në deklarimet e saj, ajo thekson se ka qenë dëshmitare e këtij transformimi gjatë kohës që ka qenë pjesë ekzekutive dhe e kuvendit, duke përshkruar një kalim gradual drejt një administrimi ku institucionet sipas saj funksionojnë më shumë si zgjatime të vullnetit të një rrethi të kufizuar vendimarrjesh. Vjen koha kur në një moment institucionet fillojnë të funksionojnë si zgjatime të vullnetit të pak njerëzve. Disa ministri dhe agjenci shtetërore nuk reagojnë më ndaj ligjit dhe detyrës, por ndaj urdhrit, nuk i përgjigjen procedurës, por klanit. Dhe në këtë pikë, çdo biznes, çdo media apo individ e kupton se nuk është më përballë një shteti, por përballë një makinerie të shpirt që mund të përdoret kundër tij. Ajo ngreq gjithashtu shqetësime për klimën e presionit ndaj kritikëve, duke përmendur raste ku sipas saj sulmet shkojnë deri te familjarët dhe mbështesen nga strukturat dhe media të lidhura me pushtetin. Spiropali e cilëson këtë si një zhvillim shqetësues që kalon kufit të debatit politik, kur strukturat shtetërore të emëruara, të promovuara dhe të kontrolluara nga i njëjta dorë, tashmë jo vetëm formale, të papritura nga portale të paguara me para të errta, fillojnë të sulmojnë në mënyrë brutale deri edhe familjarët në punë të tyre. Atëherë kuptohet qartë se kufit janë të kaluar dhe se nuk bëhet më fjalë për politik. Në fund, ajo kritikon edhe zhvillimet brenda Partisë Socialiste, duke thënë se energjia dhe debati i brendshëm po zëvendësohet nga një model administrativ më i centralizuar, të cilën e përshkruan si drejtorokraci, që sipas saj po ndikon dhe në largimin e njerëzve nga politika dhe vendi. Bordi i transparencës për karburantet ka vendosur rritje të re të çmimeve tavan për naftën dhe benzinën në tregun e pakicës dhe shumicës. Ndryshimet hyn në fuqi menjëherë dhe lidhen me nuhatjet në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Me nivelin aktual të çmimeve nuk aplikohet ulja e aksizës sipas skemës së mëparshme qeveritare.
Bordi i Transparencës për Karburantet ka vendosur një tjetër rishikim të çmimeve tavan për karburantet në tregun vendas, duke reflektuar rritje si për naftën ashtu edhe për benzinën. Vendimi vjen në vijim të luhatjeve të raportuara në bursat ndërkombëtare dhe zhvillimeve në tregjet globale të energjisë. Sipas çmimeve të reja, nafta në tregun e pakicës do të tregtohet deri në 210 lek për litër, nga 207 lek që ishte më parë, ndërsa në tregun e shumicës rritet nga 195 në 198 lek për litër. Edhe benzina hapson rritje duke shkaktuar nga 174 në 176 lek për litër në tregun e pakicës, ndërsa në shumicë do të tregtohet në nivelin 164 lek për litër. Bordi ka bërë të ditur se këto çmime do të qëndrojnë në fuqi deri në një vendim të dytë, duke e përcaktuar sipas zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë, në nivelin aktual të tavanit nuk aplikohet më ulja e aksizës prej 20% e parashikuar më herët në aktin normativ të qeverisë, e cila aktivizohet vetëm në raste kur çmimi i naftës të kalon 220 lek për litër në tregun e pakicës. Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia 4 personat e arrestuar për zjarre në një pallat 12 katësh pranë QSUT-s. Për ta është caktuar masa detyrim paraqitje. Hetimet vijojnë ndërsa dyshohet se zjarri u shkaktua nga pakujdesia e të miturve. Gjykata e Tiranës ka vendosur të lirojë nga qelia 4 personat e arrestuar pas zjarrit që përfshiu një pallat 12 katësh pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, për menaxherin e marketit, administratorin e pallatit, inxhinierin dhe administratorin e firmës së fasadës. Tokat e zeza kanë caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. 4 shtetasit u vunë pranga me njëherë pas ngjarjes, kur flakët që nisin nga fasada e godinës u përhapën me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa apartamente. Ngjarja ngriti pikpyetje mbi standardet e sigurisë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në ndërtim. Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e plotë shkaqeve vijojnë. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga pakujdesia e disa të miturve, të cilët janë kapur nga kamerat e sigurisë pranë zonës ku nisën flakët. Pamjet filmike tregojnë 5 të mitur në pjesën e pasme të një marketi, ku 2 prej tyre shihen duke hedhur një objekt të dyshuar si letër mbi disa kuti kartoni dhe më pas largohen. Pak minuta më vonë, në të njëjtin vend shfaqet tym, i cili përhapet me shpejtësi në flak, duke përfshirë fasadën e pallatit dhe duke sjellë dëme të mëdha materiale. Autoritetet pritet përcaktojnë përgjegjësitë përfundimtare, ndërsa rasti ka kthyer në vëmendje rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë në ndërtime dhe mbikëqyrjen e hapësirave të përbashkëta. Gjykata administrative e Tiranës ka shpallur të palishëm përjashtimin 30 ditor të 6 deputetëve të opozitës. Vendimi lidhet me masat disiplinore të marra pas tensioneve në Kuvendin e Shqipërisë. Sipas gjykatës, procedurat nuk kanë qenë në përputhje me ligjin dhe rregulloren. Gjykata administrative e Tiranës ka vendosur të shfuqizojë masa disiplinore ndaj 6 deputetëve të Partisë Demokratike, duke e cilësuar përjashtimin e tyre 30 ditor si të palishëm. Vendimi vjen pas shqyrtimit të padisë depozituar nga opozita, e cila kundërshtoi vendimet e institucioneve parlamentare. Lajmi u bë publik nga avokati i Partisë Demokratike Marash Logu, i cili theksoi se kjo është hera e dytë që gjykata vendos në favor të deputetëve të opozitës, duke argumentuar se masat janë marrë në kundërshtim me ligjin dhe rregulloren e Kuvendit. Çështja u drejtuar gjykatës pas vendimeve të Sekretariatit të Etikës dhe Byros së Kuvendit, të cilat në dhjetor 2025 dhe janar 2026 kishin konfiguruar përjashtimin dhe punimin e parlamentit të deputetëve Flamur Nok, Albana Vokshi, Ilda Hoti, Belind Klliçi, Klevis Badhiu dhe Fidel Kreka. Këta deputet ishin përfshirë në një seancë të tensionuar plenare të 18 dhjetorit, ku pati përplasje në sallë dhe veprime të forta proteste ndaj përfaqësuesve të qeverisë dhe punonjësve të Gardës së Republikës. Vendimi i gjykatës pritet të ketë ndikim në mënyrën se si do trajtojnë rastet e disiplinës parlamentare në të ardhmen, ndërsa mbetet për të parë nëse do të ketë reagime apo hapa të mëtejshme nga institucionet përkatëse. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masat arrest me burg për 3 anëtar të grupit kriminal Pepa. SPAK njofton se grupi akuzohet për trafik ndërkombëtar droge në një shkallë të gjerë. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me disa agjenci ndërkombëtare lizbatuese.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka konfirmuar masat e sigurisë arrest me burg për Lulzim Pepajin, Florian Markun dhe Anton Kolën, të cilët dyshohen si pjesë e grupit kriminal Pepa. Vendimi vjen pas hetimeve të thedhuara të kryera nga SPAK. Sipas akuzës, grupi kriminal ka arritur të trafikojë sasi të mëdha kokaine drejt vendeve të Europës, duke përfshirë disa episode të dokumentuara në bashkëpunim me strukturat lisbatuese ndërkombëtare. Hetuesit flasin për një rrjet të mirë organizuar që vepronte mes Amerikës Latine dhe Europës, me destinacionin kryesor Holandën. Paralelisht me arrestimet, SPAK ka vendosur sekuestrimin e 232 pasurive me vlerë të përllogaritur rreth 12 milion euro, të lidhura me Jetmir Pepën, i cili konsiderohet si drejtuesi i grupit dhe aktualisht ndodhet në kërkim. Po ashtu janë shpathur në kërkim edhe disa persona të tjerë për të cilët dyshohen se nuk ndodhen në territorin shqiptar. Hetimet kanë dokumentuar disa episode të trafikut të drogës, përfshirë ngarkesa të mëdha kokaine të transportuara nga Peruja, Ekuadori dhe Kolumbia drejt porteve europiane në periudha të ndryshme të vitit 2020. Sipas dosjes hetimore, rrjeti kriminal dyshohet të ketë pasur rol kyç në shpërndarjen e sasive të mëdha të kokainës në tregun europian, ndërsa autoritetet vijojnë punën për kapjen e personave të shpathur në kërkim dhe zgjerimin e hetimeve. Një 17 vjeçar ka mbetur i plagosur me thik brenda një banese pas një konflikti që dyshohet të ketë nisur gjatë një tentative grabitjeje. Autoritetet kanë arrestuar një 24 vjeçar si të dyshuar për ngjarjen. Hetimet po vijojnë për një 30 vjeçar të përfshirë në rast. Ngjarje e rëndë është regjistruar brenda një banese ku një 17 vjeçar është plagosur me thik nga 24 vjeçare. Sipas informacioneve të para, i mituri dyshohet se ka hyrë në banese me qëllim grabitje, ndërsa situata ka dekretuar në përplasje fizike. Pas ngjarjes, Siriu është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore, ku mjekët kanë konstatuar plagët e shkaktuara nga mjeti prerës. Fillimisht ai ka tentuar të fshehë rrethanat e vërteta të plagosjes, por më pas ka pranuar dinamikën e ngjarjes përpara autoriteteve. Policia e shtetit shqiptar ka arrestuar 24 vjeçare, ndaj të cilës rëndon akuza për plagosje me thik. Po ashtu, ndaj saj është ngritur akuza për ushtrim prostitucioni, pasi dyshohet se ambienti ku ndodhi ngjarja përdorej për këtë aktivitet. Hetimet janë zgjeruar edhe ndaj një 30 vjeçari dyshuar për sigurimin e ambienteve ku dyshohet se ushtronte prostitucion. Gjatë kontrollit në banesë, policia ka gjetur dhe një sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë, që sipas hetuesve dyshohet të përdorej nga personat në fjalë. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe rolin e secilit të përfshirë në këtë ngjarje. Ecime të tjera informacione, prokuroria ka kërkuar dënimin maksimal për Naim Murselin dhe 2 të akuzuar të tjerë për vrasjen e Liridona Ademajt. Sipas akuzës, krimi është planifikuar dhe realizuar në bashkëpunim mes pandehurve. Rasti konsiderohet ndër më të rëndët për shkak të rrethanave dhe dëshmive të paraqitura. Prokuroria ka kërkuar dënimin maksimal me burgim të përjetshëm për Naim Murseli si dhe për 2 të bashk akuzuarit Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, të cilët akuzohen për përfshirje në vrasjen e rëndë të Liridona Ademaj. Sipas prokurores së çështjes, të shprovuar se Murseli ka pasur rol kyç në organizimin dhe planifikimin e krimit, duke stimuluar një grabitje për të fshehur motivin e vërtet, që sipas akuzës lidhet me përfitimet financiare apo motive të tjera personale. Në seancën e theksuar se ekzekutimi i viktimës është kryer nga Granit Plava, i cili dyshohet se ka përdorur një armë të sigurisë përmes Murselit, ndërkohë Kushtrim Kokalla akuzohet se ka ndërmjetësuar në sigurinë e armës dhe në lidhjen mes personave të përfshirë në këtë ngjarje kriminale. Prokuroria argumenton se mënyra e organizimit të vrasjes, sjellja e pandehurve pas krimit dhe përpjekje për të manipuluar opinionin publik e rëndoi ndjeshëm pozitën e tyre religjore, duke justifikuar kërkesën për dënimin më të rëndë të parashikuar nga ligji për veprën penale, vrasje e rëndë. Në mbështetje të akuzës janë paraqitur dhe dëshmi të ndjeshme përfshirë deklarimin e fëmijëve të mitur që ndodheshin në vendngjarje. Sipas prokurores, dëshmitë e tyre janë marrë në prani të psikologëve dhe përshkruajnë momentet të krimit duke hedhur drejtmi mënyrën e ekzekutimit. Hajduti futi dorën dhe i bëri Mamit bam duke nënkuptuar nxjerrjen e armës dhe plumbat që u drejtuan në NST. Prokuroria e konsideroi një krim makabër, ndërsa theksoi se fëmijët të refuzojnë thirrje telefonike të mundsuara nga qendra për punë sociale në Suedi për të kontaktuar me të atin Naim Murselin. Po ashtu familjarët e viktimës kanë dhënë dëshmi që sipas akuzës përforcojnë versionin e prokurorisë për rolin aktiv të Murselit në ngjarje, ndërkohë gjykata pritet të marrë vendimin përfundimtar pas shqyrtimit të plotë të provave dhe pretendimeve të palëve. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 18 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të motit me diell dhe vranësira të pakta kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat lindore do të ketë vranësira. Pasditja vijon me kthjellime dhe mot të ngrohtë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 14 deri në 23 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 18 gradë Celsius. Peshkopi 9 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 24 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 25 gradë Celsius. Kavaj 14 deri në 23 gradë Celsius. Elbasan 15 deri në 23 gradë Celsius. Berat 13 deri në 23 gradë Celsius. Korç 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 16 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta. Paraditja do të jetë me diell në disa zona, ndërsa në zona të tjera do të ketë vranësira të pjesshme. Pasditja vijon me mot të qetë dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 5 deri në 17 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 18 gradë Celsius. Pej 5 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 9 deri në 20 gradë Celsius. Malishev 8 deri në 19 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 17 gradë Celsius. Suharek 7 deri në 20 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit bashkë, miru takofshim në edicionin e ardhshëm.